Dragan Stojkovic tashmë nuk është më trajneri i Serbisë. Timonieri është larguar edhe zyrtarisht, duke hequr dorën nga ky post. Siç dihet, Stojkovic njoftoi dorëheqjen e tij menjëherë në konferencën live pas humbjes 1-0 me Shqipërinë. Kërkesa e tij e padiskutimtë është pranuar nga drejtuesit e Federatës së Futbollit të Serbisë, të cilët tashmë kanë zyrtarizuar gjithçka. Por jo vetëm Dragan, bashkë me të do të largohet edhe Goran Dorovic e ndihmësit e tjerë. Siç duket, Shqipëria i bëri gjëmën trajnerit dhe ndihmësve të tij. Vendin e Stojkovic përkohësisht do ta marrë Zoran Mirkovic, i cili është trajneri i ekipit U21. Mirkovic do të drejtojë Serbinë në sfidën e radhës ndaj Andorrës, ndërsa pas këtij takimi do të vendoset se kush do të jetë trajneri i ri i kombëtarëve serbe. Dragan Stojkovic, i njohur si Piksi, ka ofruar dorëheqjen e tij menjëherë pas ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë në Leskovac, ku u turpërua në shtëpi nga një ndeshje më të rëndësishme të këtyre në një ndeshje e cila u vlerësua si më rëndësishmja këtyre kualifikueseve. Edhe pse zyrtarisht e ka komunikuar pas përfundimit të ndeshjes, duket se vendimin e kishte marrë që më herët, ndoshta që në momentin kur dëgjoi thirrjet Piksik që vinin nga tribunat, pas më shumë se 4 vjet e gjysmë në krye të kombëtares ku arriti të dërgojë Serbinë në Kupën e Botës dhe në Kampionatin Evropian. Piksi u përball me një fund të hidhur. Kombëtarja që dikur kishte ambicie të mëdha është kthyer në një skuadër pa identitet, shkruajnë mediat serbe, pa shpirt, pa garë dhe pa rezultate. Me këtë humbje, Serbia praktikisht ka humbur shanset për të kualifikuar në botror sipas Kurier. Stojkovic e la fushën menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, pa pritur ceremoninë apo duar trokitjet, u fut në tunelin e stadiumit Dubocica dhe, siç pranoi më pas në konferencë për shtyp, menjëherë telefonoi 2 figurat kryesore të Federatës së Futbollit të Serbisë për t'u ofruar dorëheqjen. E kam bërë bisedë me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm. U ofrova dorëheqjen time. Kjo humbje nuk ishte e pritshme, por e pranoi plotësisht përgjegjësinë. Unë jam fajtori vetëm, tha ai. Piksi e kishte ndjerë që diçka nuk shkonte prej ndeshjes kundër Anglisë, kur tifozët e Beogradit e fishkëllyen për herë të parë. Ai vetë pranoi se ishte befasuar nga reagimi i tifozëve, por ndeshja ndaj Shqipërisë ja konfirmoi gjithçka. Lidhja mes tij dhe publikut ishte këputur kur dëgjoi thirrjet Piksik në minutën e 83. Reagimi i tij, një gjest i qartë me duar, dukej si pranim i fatit. Po, do ta merrni atë që kërkoni. Në konferencë, ish trajneri u përpoq të mbronte lojtarët. Mos i fajsoni ata, faji është i imi, tha ai, por realiteti në fushë erozoi çdo justifikim. Serbia u tregua e dobët, pa ide dhe pa organizim, duke lejuar Shqipërisë të shënoi pas një ndërprerje në minutën e 46. Pas golit, autori Rejmana e ngriti duar dhe bëri gjestin e shqiponjës dy krenari në mes të Serbisë, një moment simbolik që ndezi tifozët dhe thelloi poshtërimin. Reagimet në opinionin sportiv serb janë të ashpra, shumë e quajnë fundin natyrshëm të epokës së Piksit, që filloi me entuziazëm dhe patriotizëm, por përfundoi me zhgënjim të plot. Nga heroi që kualifikoi Serbinë në Katar, ai u kthye në simbol të stagnacionit dhe dështimit. Edhe vetë Stojkovic, dikur i qetë dhe karizmatik, duke i dorëzuar, i shuar në pjesën e dytë të ndeshjes, arrinte ulur, si njëri që e kishte kuptuar se kjo ishte ndeshja e tij e fundit. Jam i vetëdijshëm se përgjegjësia është e imja, nuk kam çfarë të shtoj, më vjen keq për popullin ton, për tifozët, por kështu është në sport dhe në jetë, than më në fund me ton të qetë, por të lodhur. Pas më shumë se 4 vitesh në stolin e Serbisë, kur regjistroi suksese të përzira dhe shumë polemika, epoka e Dragan Stojkovic, Piksi, përfundoi si një histori e njohur në futboll, filloi me premtime dhe mbaron me fjalinë klasike, unë jam fajtori i vetëm. Në këtë mënyrë Serbia mbetet pa trajner dhe me shumë pyetje pa përgjigje, ndërsa Shqipëria në anën tjetër largohet nga Leskovaci me fitoren historike krenare dhe me një mesazh të qartë në futboll: respekti fitohet në fushë, jo me emra.